Lista është pothuajse e njëjtë me ndeshjen e fundit me San Marinot, ka shumë pak ndryshime, kemi dy mungesa shumë të rëndësishme, si Zylif Muça mbrojtësi djathtë dhe Enes Osmani mbrojtësi majt, që janë zëvendësuar nga Vokri dhe disa të tjerë që kemi pasur një miks. Mendoj që Vokri është një prurje shumë e rëndësishme e jona, dua ta falenderoj që na zgjodhi Shqipërinë. Është një lojtar shumë i mirë, mendoj që do na ndihmojë shumë. Por ne nuk ka ndeshje miqësore, kam thënë përpara, ne gjithmonë i vlerësojmë, i marrim shumë seriozisht sepse këto janë ndeshje shumë të rëndësishme për ne, janë si ndeshje oficiale sepse na presin ekipe shumë të forta në Europian. I kemi vlerësuar maksimalisht, ndeshjen e parë me kemi Moldavin, dytën me Ukrainën. Moldavin e dim shumë mirë se si los, sepse kemi luajtur para një viti në Tiranë, një herë kemi dalë barazim, një herë kemi mundur. Gjithsesi janë një ekip që janë zhvilluar sfundmi, si puna jonë, dhe ne jemi përmirësuar goxha, grupi pothuajse është alternuar me një tjetrin, ne njohim më mirë njëri tjetrin. Kemi krijuar një sistem loje, le të themi, që na përshtatet për lojtarët që ne kemi. Mendojmë që do të bëjmë mirë dhe janë goxha ditë, janë 8-9 ditë që do ta shërbejnë shumë mirë. Ndeshja me Ukrainën pastaj është një ndeshje komplet tjetër, një niveli shumë të lartë ekipi i Ukrainës, që ka bërë mirë këto vitet e fundit, dhe kemi këtu në Elbasan Arena, mendoj që duhet të bëjmë maksimumin për të dhënë gjithçka çfarë ne kemi, për të treguar se sa jemi përmirësuar nga çishim dhe për të parë përpara. Këto janë shumë grumullime të rëndësishme për ne, pra i shërbejnë gjatë gjithë kohës Europianit. Europiani e dim që ka nivel shumë të lartë, ekipet janë shumë mira, po dhe ne jemi shumë fortë. Kemi treguar, pavarësisht se jemi mundur dhe me Gjermaninë dhe me Zvicrën, po kemi treguar që kemi karakter, luftojmë deri në fund, jemi në lojë deri në fund. Kështu që nëse lufton dhe nëse ti sakrifikon dhe ke dëshirë, ke qëllime për të fituar, për të arritur diçka, nuk duhet të kesh frikë asnjë lloj kundërshtari.